e tij të revoltës, sepse qytetari revoltohet për korrupsionin e lartë, për shpopullimin, për shkatrimin ekonomik të vendit, për ekonominë, për sistemin arsimor, sistemin shëndetësor, i cili është i futur i gjithi në një hing dhe kontrollohet nga 4-5 persona këtu në këtë vend. Pra, këta institucione nuk ja njohin këtë revolt qytetarit. Jo vetëm që nuk ja njohin, po e dhunojnë qytetarin në mes sheshit, në mes bulevardit, duke krijuar një kaos të vazhdueshëm në raport me të drejtat që ka çdo gjë. Demokracia çfarë është? Është pikërisht njohja e drejtave dhe njohja e dinjitetit për të revoltuar. Absolutisht. Sepse revolta në një farë mënyrë është apoteoza e qytetarëve të shtypur. Kjo është koncepti që ky shtet që është bërë partia dhe shteti janë bërë njësh. Atë që ka thotë edhe raporti Josebe Odirit në fjalinë e parë. Pra, një sekond, a mendon se opozita është në strategjinë e dur duke u përpjekur të ndërkombëtarizojë kauzën e vet? Është vetmja rrugë që ka opozita për ndërkombëtarizimi i problemeve dhe kauza është rruga e vetme që ka opozita. Por ti flas të njëjtëve ndërkombëtar që kanë mbështetur Ramën. Nuk ka rëndësi, ne nuk mundi zgjedhim ndërkombëtarët. Nuk e kemi dorë të zgjedhim. Ata janë ne qytetarët, pra flas ne qytetarët të cilët mendojnë si unë që kjo qeveri e ka mbyll ciklin dhe është çdo zgjatimi i kohës saj është vuajtje për qytetarët shqiptar, nuk mund të ketë rrugë tjetër, sepse protesta opozitës për ish vërtetës janë protestat më paqësore që ka bërë ndonjëherë një forcë e madhe politike. Dhe po e bën, dhe shumë mirë që po e bën këtë lloj rruge. Në një lloj kosto të madhe. Pa diskutim mbi kurrizin e saj, mbi kurrizin në kuptimin që e shohit si edhe imazhit edhe të gjitha. Por është e vetmja mënyrë, nuk ka rrugë tjetër. E vetmja mënyrë që të ketë pesh gravitet politik. Kam përshtypjen një sekond, më lejo këtu të jap një shtojcë në argument. E bëri këtë provokim opozita me incidentin të Vila e Enverit dhe me vrap u ringritën ndërkombëtarët duke bërë thirrje për mbrojtjen e artefakteve historike. Pra, edhe po të dojë të ushtrojë dhunë, po thua nuk ka atë hapësirë. Unë mendoj Partia Demokratike nuk varet realisht tek çfarë mendojnë ndërkombëtarët në aspektin e mënyrës se si organizohen aksionit politik brenda vendit. Por ideja ime qëndron këtu. Qytetarët shqiptar, por edhe ndërkombëtarët, realisht për të parë mënyrën se si duhet të jetë nesër kjo alternativë politike, se këtu rrëzimi i qeverisë nuk do të konsiderohet se ne po shkojmë me spata në dorë, po presim një plep, e rrëzum dhe pasi ta rrëzojmë, hikim, kthejmë shpinën dhe hikim. Është e nesmesh, pra çfarë do bëhet për të nesmen. Dhe Partia Demokratike ka shumë të nevojshme